Tashmë, kemi parë që në Big Brother VIP Albania 5 kanë hyrë shumë banorë të rinj dhe ndër këta është pikërisht Casey, i cili ka marrë një famë të madhe gjatë kësaj hyrje në shtëpi. Ai është një ish konkurrent i përputhen, një emision dashurie në Top Channel. Hyrjen brenda në shtëpi e bëri shumë strategjike, pasi nga jashtë pa që Krisi ishte personi që përflitej shumë dhe ishte i fortë në shtëpi, prandaj zgjodhi pikërisht që të godiste atë, duke marrë vëmendjen e të gjithë publikut. Megjithatë, publiku vendosi që mos ta nxjerrte atë jashtë dhe ta mbante brenda në shtëpi, prandaj Big Brother kishte një lojë tjetër për të. Prajmin e kaluar në një dhomë i cila quhej akuarium, kanë hyrë 3 banorë të rinj, dhe një ndër këta është edhe ishe dashura e Caseyt në emisionin përputhen, Stelina. Ajo duket dhe ka shpjeguar që ndarja e saj mes Caseyt ka qenë shumë e rëndë dhe nuk ka qenë fare miqësore. Megjithatë, duket që e pëlqen shumë Caseyn dhe shkëmben shikime të ndryshme çdo herë që i jepet rasti me të. Duket që çifti akoma ka ndjenja për njëri tjetrin, megjithatë, Casey nuk e lën rehat atë. Në çdo moment që ka mundësi, ai afrohet Stelinës për ta ngacmuar, dhe Stelina në momentet e para ka mbajtur distancën, por tani duket që e ka falur Caseyn. I gjithë publiku mendon që këta të dy do të krijojnë sërish lidhjen brenda shtëpisë, megjithatë të tjerë thonë që për të ruajtur integritetin e tyre, ata do të distancohen, pasi do të mendojnë njerëzit që janë futur aty si aleancë. Do të na duhet vetëm të presim që të komentojmë nëse ata do të lidhen apo jo, dhe të shohim të gjitha lëvizjet që do bëjnë për njëri tjetrin. Po juve çfarë mendimi keni për këtë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.